Në programacionin tonë të dashur miq nuk mund të mungonte edhe një quiz. Ai jo vetëm që është shumë interesant nga përbërja e pyetjeve të tij, por t'jep edhe mundësinë e madhe, shansin e madh për të bërë fitues në të. Quizin tonë e kemi titulluar Koha jote mbaroi dhe unë menjëherë do të ftoj këtu drejtuesin e këtij quizi. I presim. Dhe ja pra tek u rikthyem në quizin më të shikuar në botë, Koha jote mbaroi. Faleminderit. Në mes këtyre duartrokiteve të zjarta dhe pa humbur kohë, ftojmë në Koha jote mbaroi konkurentin e radhës, zotin Altin. Si jeni? Mirë. Si keni qenë? Ndjeni më komod, besoj. Do t'ja kalojmë shumë mirë së bashku. Përpara jush ishte një konkurrent tjetër, e përcollëm për spital, sepse ashtu ndodhi, diçka nuk ishte mirë nga gjendja shëndetësore, por bashk do t'ja kalojmë shumë mirë, vërtet. Faleminderit. Ju lutem zini vend. Reatohuni në karikën tonë të nxehtë. Ha? Ulu. Jo, është mënyrë të thëni karikën tonë të nxehtë, ju lutem. Reatohuni, ulun. Kupto. Jeni mirë? Jeni ratë? Po. Ngrije pak levën. Po. Raton. Të dashur teleshikues, zoti Altin është një konkurrent i cili është përzgjedhur midis 3744 kandidatëve. Pra është një fat i madh që ndodheni këtu midis nesh, që ndodheni këtu përpara meje i ulur në karikën tonë të nxehtë. Faleminderit. Si fillim do të bëjmë një bisedë të thjeshtë, sa për të thyer akullin do t'ju bëj ndonjë pyetje të thjeshtë. Sa vjeç jeni? Mos u ngut. Mos u ngut që të përgjigjesh. Ke 4 opsione për të përgjigjur. A. 11 vjeç. B. 22 vjeç. C. 33 vjeç. Dhe D. 44 vjeç. Po rrezikoj, po zgjedh cën. Jeni i sigurt? Le të shikojmë përgjigjen. Po. Përgjigja juaj është e saktë. Ju falenderoj për duartrokitjen, konkurentit do të ketë vërtet nevojë. Ju sa po fituat 5 euro. Faleminderit. Mbajni mend të mirë këtë moment. Mbajni mend të mirë këtë moment. Atëherë, pa humbur kohë, le të fillojmë lojën tonë. Pyetja e parë. Do të jetë një pyetje të cilën ju do ta përzgjidhni në këto 3 zarfa. Këtu në zarfin numër 1, numër 2 dhe numër 3 janë 3 fusha zgjedhje nga e cila ne do të zgjedhim pyetjen për ju. Juve cilin zarf dëshironi? Po zgjedh dyshin. Dyshin, po. Zarfin 2, le ta shikojmë. Interesant. Zarfi 2 ka një pyetje nga agrikultura. A të zgjedh një zarf tjetër, të lutem. Dakor, po bëj një përjashtim, nuk ka problem. Atëre do zgjidhni zarfin 1. Zarfin 1. Atëre, le ta hapim zarfin 1. Ka shumë emocion në studio. Po. Në zarfin 1 ndodhet një pyetje shumë interesante nga agrikultura. Apo do një zarfin 3? Të mbetemi tek zarfin 1. Atëherë. Kujdes, përqëndroni. Do të gjeni fjalën që mungon në vargjet popullore. Dëgjoni me kujdes. Cila fjalë mungon në vargjet tona popullore?
në një portokale dhe moj, të prisnja unë ty. Kujdes, lulet e, këtu është fjala që mungon, dhe moj, të binin në sy. Lulet e kujt ju binin në sy. Është e thjesht, lulet e portokallit. Ju lutem, loja është e vështirë. Konkurenti me përgjigjen e kësaj pyetje ka vënë në lojë 75 euro. Jeni i sigurt për përgjigjen tuaj? Normal. Po. Le ta verifikojmë? Po? Përgjigja juaj është e pasakt. Përgjigja e sakt do t'ishte lulet e limonit. Nuk ka logjik jo, ai e poshtë portokallit ti. Lulet e portokallit do të vinë. Si ju nuk jeni i bindur? Nuk jam i bindur fare. Ashtu? Jo. Atëherë le të dëgjojmë vargjet popullore. Ju lutem. Një portokale moj, të ndala unë ty, lulet e limonit moj, të binin në sy. Juve sa po humbët 75 euro. Jeni 75 euro minus. Kujdes. Mbetemi tek agrikultura? Mbetemi. Dakor. Vazhdojmë me po të njëjtat vargje popullore. Duhet të gjeni fjalën që mungon në këto vargje. Ngrije kokën lartë dhe moj, se më mori malli, kujdes. Dhe moj. Ju lutem merreni seriozisht. Janë në lojë 250 euro me këtë pyetje. Vinte gusha jote dhe moj, arom limoni. Jeni i sigurt për përgjigjen tuaj? Normal, limon për para, limon tani pse nuk... Ta verifikojmë? Po? Përgjigja juaj është e pasakt. Pse? Përgjigja e sakt do t'ishte vinte gusha jote dhe moj, Po? lule arom portokalli. Po, më fal tani. Ai ishte poshtë portokallit. Si ju nuk jeni i bindur? Po nuk jam i bindur. Ashtu? Jo. Le t'i dëgjojmë vargjet popullore edhe një herë, lutem. Pije kokën lartë moj, se më doqi mami, vjen të gusha jote moj, aro portokalli. Juve sa po humbët 250 euro. Kujdes, loja po bëhet e vështirë. Mbetemi tek agrikultura? Se ka prap vargje kjo? Është një pyetje tjetër pa vargje. Vazhdojmë. Pyetja e radhës nga agrikultura është: çfarë, kujdes, ngjyre përqendrou ka portokalli? A. Ngjyrë portokalli. B. Ngjyrë limoni. Dhe moj. C. Ngjyrë mandarine. Dhe D. Ngjyrë qitroje. Më ka kapi shtrëngim mu këtu. Po rrezikoj. Po zgjedh ka ngjyrë limoni ka. Jeni i sigurt? Sigurisht, tani njëherë limon, njëherë portokalli, bie radha limon. Më fal, një sekond. Ishe poshtë pemës, binin limoni, dole nga limon del. Jeni i sigurt? Limon. Na verifikojmë?
Përgjigja e konkurentit ton, zotit Altin, është e pasakt. Çfarë flet po vlla? Juve sa po humbët 2.000 euro. Përgjigja e sakt do t'ishte portokalli ka ngjyrë portokalli. Po kështu, Mos u shqetësoni, mos u mërzisni. Juve mund t'i rifitoni të gjitha këto që hyt në borxh me ne, duke u përgjigjur pyetjes 1 milionçe. Kujdes, përqendrohu. Pyetja është: në cilin vit do të hyjë Shqipëria, përqendrohu, në Europë? Kujdes. A. Në 2015-ën, B. Në 3724-ën, C. Në 4078-ën, dhe D. Në 5128-ën. Kam një shans? Jo, Jo, për të fituar thënë. jo, nuk ke shans të ishte Europë ty. Ndërkohë që konkurenti ynë, zoti Altin, mendohet për të kthyer përgjigjen e pyetjes 1 milionçe, ne bashk do të rishihemi javën tjetër në Koha Jote mbaroi. Mos u shqetëso fare, do t'i rimbursosh të gjitha. Është lojë e vështirë, unë ja u thash. Ka një rregullore të madhe.